Ermal Frashëri, pedagog dhe ekspert me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka komentuar në emisionin Balkan Talks pjesëmarrjen e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, po ajo mori pjesë në firmosjen e themelimit të Bordit të Paqes për Gazën. Frashëri u ndal gjithashtu te mirënjohja e shprehur nga Osmani ndaj presidentit amerikan Donald Trump për aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare. Sipas ekspertit, përfshirja e Kosovës në një akt federal të miratuar nga Kongresi Amerikan është një zhvillim i rëndësishëm. Ai theksoi se ky akt krijon një parashikueshmëri të qartë për Kosovën, duke bërë që administrata amerikane t'i kushtoj vëmendje të shtuar vendit, e parë si një surprizë të këndshme që një vëmendje e tillë për Kosovën të reflektojë në një hallk që miraton Kongresi, që Kongresi të jetë kaq specifik sa që të fusë një parashikueshmëri për Kosovën dhe një sër veprimesh që i tërheqin vëmendje administratës amerikane që t'i kushtojë më tepër rëndësi Kosovës, është një gjë që nuk ndodh zakonisht. Më në fund, Kosova arrin që të ketë në Kongres një lobim aq të fortë sa të fusë një parashikueshmëri të tillë dhe një akt federal. Nga ana tjetër, mendoj se presidenti Osmani ka bërë mirë që ka falenderuar Trumpin, që ndonë se ky është një akt i Kongresit, prap ka falenderuar udhëheqjen e Trump. Është një veprim i saktë, mendoj që kjo do t'i jap një dimension personal dhe një pikë reference që Kosova të ketë edhe në raport me Departamentin e Shtetit. Kam përshtypjen se në çdo bisedë të ardhshme vëmendja e Departamentit të Shtetit do të kushtëzohej nga parashikimi që është bërë në aktin e mbrojtjes, është një lloj ndërhyrje që nuk ndodh shpesh. Kosova ka arritur që këtë vëmendje ta përkthejë në legjislacion, tha Ermal Frashëri ndër të tjera.